Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sonte do të diskutojmë lidhur me figurën e Skënderbeut, po jo në kontekstin historik, në kontekstin letrar, si në atë të shkruar, po ashtu edhe në krijimtarinë gojore. Për të diskutuar lidhur me këtë temë, kemi të ftuar profesorin Nexhat Çoçaj. Përshëndetje profesor, faleminderit që po gjeni kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën, ju uroj dhe ju përgëzoj për emisionin. Figura e Skënderbeut, një nga figurat më të njohura kombëtare, është pasqyruar në kontekste të ndryshme historike, pothuajse në gjitha format. Sa është trajtuar në kontekstin letrar, si në letërsinë e shkruar, po ashtu edhe në atë popullore. Së pari duhet të them se figura e Skënderbeut në letërsinë gojore është shumë e përfolur. Janë marrë studiues të cilët kanë folur shumë për historinë e letërsisë gojore, për këngët të cilat i kanë kushtuar Skënderbeut në atë periudhë, por për shkak të periudhës shumë të gjatë, shumë këngë të cilat janë kënduar në periudhën pas vdekjes së Skënderbeut, pothuajse janë zhdukur. Megjithatë, këtë që e them duke u bazuar nga faktet se njëri ndër mbrojtësit e tezës se Skënderbeu është me origjinë shqiptare në kohën kur ishte studente, Franubardhi, kur bënin përpjekje që të shpallnin Skënderbeun si slav, Franubardhi në punimin e tij për Skënderbeun, të cilin e kishte punuar brenda një muaji, për pak ditë domethënë, pa u bërë një muaj, dhe ishte mbështetur kryesisht në këngët, dhe vjen te konstatimi se sikur të mos ishte Skënderbeu shqiptar, pse populli shqiptar t'i këndonte aq shumë këngë, aq shumë lavdi kryetrimit, kryeherojit Skënderbeut. Dhe për këtë arsye, ato këngë, prej kalimit të kohës, flas prej vitit të vdekjes, 1468, e deri të shkrimi i Franubardhit, për shembull vitit 1633-34, në këtë periudhë, domethënë ishte e pamundur që të ruheshin të gjitha këngë, sepse kishte kaluar një periudhë kohore. Mirë po se ka pasur këngë edhe në periudhën e Franubardhit, sepse në historinë e Franubardhit, në shkrimin e tij të parë për të mbrojtur figurën e Skënderbeut nga pseudo-shkencëtarët slav të cilët pretendonin që ta nxjerrnin me origjinë slave, dhe një përpjekje të tillë e kemi edhe të vitet 1860-1870 pranë prag të lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku Thimi Mitko, i cili gjithashtu është ndër mbledhësit e parë të folklorit shqiptar, kishte në punimin e tij ka mbrojtur tezën se Skënderbeu shqiptar pikërisht duke u bazuar në këngë, edhe pse kanë munguar numri i madh i këngëve. Nisur nga kjo, mund të them se në letërsinë gojore për Skënderbeun deri te përfundimi i shekullit 20, domethënë kemi pas një numër të kufizuar të këngëve, kemi pas një numër të vogël të këngëve, posaçërisht për shembull janë të njohura 8 këngët arbreshe, të cilat janë mbledhur nga studiuesit arbresh të asaj periudhe. Këtu e kemi Nikol Filjen, Zef Jubanin, e kemi Dimitër Kamardën, deri te Jeronim Derada, i cili e boton në një përmbledhje me këngë Rapsodit e një poeme, ku janë të prezantuara 8 këngët e Skënderbeut, në të cilat flet për historinë e Skënderbeut. Ndërkaq, në këtë periudhë,
flas për periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe pastaj për periudhën e rilindjes kombëtare deri në vitin 1912, në hapësirën tjetër shqiptare i kemi 3-4 këngë, të cilat këto këngë popullore kryesisht i kushtohen Skënderbeut janë të një periudhe ose të një rrethi të përcaktuar që janë dikun rreth nga Kruja. Tashi, në këtë kontekst, pse nuk janë mundur të ruhen? A ka pasur këngë të tjera? Sigurisht se ka pas. Studiuesit që janë marrë me letërsinë gojore, si që është për shembull etnomuzikologu Ramadan Sokoli, i cili ka bërë një studim të thellësishëm për figurën e Skënderbeut në letërsinë popullore, pastaj Zini Sako, ka bërë pastaj studime Çamil Haxhi Hasani, ka bërë studime pastaj edhe studiuesit më vonë të cilët kanë ardhur, por edhe Lef Nosi në periudhën kur e udhëhiqte gazetën Letrare, e cila dilte në Elbasan. Pra, figura e Skënderbeut përmes këngëve popullore ka qenë temë pastaj në shekullin 20, vazhdimisht, domethënë, nga periudha e pavarësisë e deri po them deri te vitet dikon 1980-81, kur blejtë institutit të folklorit kishin mbledhur pastaj disa këngë të cilat janë kënduar duke u mbështetur nga këngët e vjetra që i përmenda, thash 8 këngët Arbresht e Italisë dhe 3-4 këngë të cilat janë në zonën e Bendës, ose kanuni i Bendës e ka përfshirë, ose territori i Bendës e ka përfshirë edhe Krujen, një pjesë të Tiranës dhe ka shku deri te Elbasani. Ajo zonë, domethënë, Benda si makrozonë etnografike që i ka përfshi, domethënë, 3-4 njësi administrative, falni, përfshi këto Krujen, Elbasanin, Tiranën dhe në një anë edhe paka shumë edhe pjesën e Dibrës. Si përshkruhet figura Skënderbeut në këto cikle këngësh popullore? Si paraqitet Skënderbeut? Në të gjitha këto këngë që i përmenda, në të gjitha këto këngë paraqitet fëmiria e tij, pastaj edukimi i tij ushtarak, formimi i tij ushtarak dhe kthimi i tij pastaj në Shqipëri për të luftuar atë që e kishte mësuar. A është e përfshirë figura Skënderbeut në ninullat, në këngët për fëmijë? Para se të ndalem te ninullat, duhet të them se figura e Skënderbeut përmes këngëve popullore, ose këngët popullore, ose letërsia popullore në përgjithësi, dikur e ka luajtur rolin e televizionit që luan sot. Sepse përmes këngëve popullore është transmetu historia, është transmetu, domethënë, trimëria. Dhe gjithsesi, trimëria për shembull është përcjell pastaj te Skënderbeu, te Skënderbeu, jo vetëm figura e Skënderbeut, por të gjitha figurat kombëtare janë përmendur për shembull te ninullat, sepse secila nën, secila gjyshe që e ka rrit fëmin, ka dashur që ai fëmijë t'i ngjaj paraardhësit të tyre dhe t'i atriboj vetitë e trimërisë, qëndrimin e të tjera. Pra, ninullat janë pjesë të shkëputura nga letërsia gojore ose nga këngët për kryeherojin, këtë rast për shembull për Skënderbeun, ku janë përmend për shembull të migafsh Skënderbeut, po jo se përmes ninullave është kënduar diçka e veçantë për shembull për Skënderbeun, siç janë për shembull te këngët që i përmenda 8 këngët e Jeronim Deradës, te Rapsodia një poeme, apo edhe te këngët te zona e Bendës, për shembull 3-4 këngë të cilat janë mbledhur, dhe më
Ma vonë me krijimin e institutit të folklorit ose institutit të etnologjisë në krye me profesor Rokzojzin, pastaj kanë filluar të dalin edhe blejt e letërsisë gojore, që janë mbledhur në përzona, për dallim nga Instituti Albanologjik, i cili gjithashtu ka bërë disa volume me këngë historike, ku një pjesë veçantë i kushtohet këngëve të Skënderbeut, ose mbledhjes së këngëve që kanë nisur të mbledhur, domethënë nga Arbreshet, pastaj Thimi Mitko, Spirodine e të tjerët të cilët kanë mbledhur si folkloristë të vjetër, për të ardhur deri te koha moderne, po flas koha moderne, sepse edhe Shutëriqi ka mbledhur disa këngë në për teren, sepse të gjithë folkloristët edhe kanë mbledhur, domethënë shumë krijues të tjerë, shumë mbledhës të tjerë të folklorit, shumë mbledhës të folklorit kanë mbledhur, dhe botimet e para të këngëve, domethënë si botim i veçantë, konsiderohet Jeronim Derada për këngët e Skënderbeut, dhe pastaj ka ardhur Zefski Roj, më vonë për shembull, ka mbledhur pastaj edhe këngët të cilat u përshtaten të Thimi Mitku, sepse Thimi Mitku nuk dinte shqip të shkruante. Fliste shqip, po nuk dinte shqip. Domethënë shkrimin shqip nuk e ka njohur, ka shkruar edhe pse ka qenë student i Vjenës, ka qenë student i Austrisë. Për dallim për shembull nga mbledhësit tjerë folklorit të cilët ma vonë, me kalimin e kohës, kanë shkruar në alfabetin e modern, domethënë të gjuhës shqipe. Nëse shohim këngët popullore, kanë secila periudhë ka këngët e veçanta të tyre. Populli ynë ka qenë popull i robruar. Sa ka qëndruar figura Skënderbeut në këto këngë në periudha të ndryshme historike, sepse shpeshherë figurat të ndryshme historike kanë qenë një yll për orientim të tjerë, sikurse që e shohim tek letërsia shkruar, figura Skënderbeut e rilindja kombëtare ka qenë dominante për faktin që me u rikthy në vetdijen kombëtare tek letërsia popullore në aspektin historik të këngëve historike. Sa ka dominuar figura Skënderbeut? Këtu kemi një ngecje, mund të them që kemi një ngecje sa i përket dominimit, sepse për shembull këngë kreshnike i kemi më të përhapura, më shumë kemi këngë kreshnike për shembull, këngë për muajin e Halilin i kemi më tepër se sa që kemi për Skënderbeun të kësaj periudhe. Mbase këtu duhet marrë parasysh edhe figura ose rrethanat historike të cilat kanë ndikuar. Në periudhën kur është dash të këndohen këngët e Skënderbeut, ka qenë atëherë regjimi i Perandorisë Osmane. Dhe Perandoria Osmane në për ahengje të ndryshme, në për dasma, në për vende, nuk ka lejuar për shembull që të këndoheshin këngë kundër regjimit, kundër domethënë Perandorisë Osmane. Dhe Skënderbeu është si atlet i luftës, si luftëtar kundër regjimit Perandorisë Osmane dhe nuk janë lejuar. Dhe në këtë kuptim, duhet të them, përderisa këngët për shembull e kreshnikëve, për muajin e Halilin, kemi variante të ndryshme dhe kemi me qindra këngë, për Skënderbeun kemi më pak. Sepse koha e krijimit të këtyre këngëve ka qenë atillë që nuk është lejuar nga regjimi që të këndoheshin. Prandaj, ku i gjejmë këto më tepër? I gjejmë thash në Itali. I gjejmë në Itali sepse në Itali nuk ka qenë sundimi i Perandorisë Osmane. I gjejmë te Arbreshti i Italisë. Po Arbreshti i Italisë me kalimin e kohës edhe ata nuk e kanë folur gjuhën shqipe në vazhdimsi, sepse e kanë studiuar në italisht. Dhe me thënë këngë të Thimi Mitkus, të cilat janë të shkruara shqip, po në alfabet tjetër, janë paka shumë më larg asaj gjuhë që e ka kuptuar populli. Dhe në këtë mënyrë, këngët e reja pastaj janë krijuar, blejtë e ri janë krijuar dhe këngë janë krijuar vetëm pasi u lejuar. Kur i hasim këngë tjera pos Arbreshve, i hasim pas vitit 1912, pas shpalljes së pavarësisë. Pas vështrimit Osman.
pas largimit të perandorisë osmane, dhe më thënë i kemi. Dhe këto janë krijuar këngëtar, pastaj i kanë krijuar sepse e kanë pa rolin dhe rëndësinë e kryeherojit. A ka mundur t'i qëndroj kohës? Ka qenë e vështirë, sepse është një periudhë gjatë kohore. Janë 500 vjetë sundim, dhe 500 vjetë po tjetë e përditshme, edhe do të harrohej, se lene ma e ndaluar rrepsisht që ndaluar. Shto këtu edhe ndikimin fetar. Sepse në mos ripërtrirjen e këngëve për kryeherojin, ka ndikim edhe feja. Ka ndikim edhe feja, ndikimi islam nuk ka lejuar për shembull që t'i këndohet një burri shqiptar, një luftëtari shqiptar, i cili për shembull ka luftu kundër perandorisë osmane. Sepse nuk është leju. Asnjërin nga muslimanët nuk e ka pranuar një këngëtar që të këndoj për shembull për kryetrimin i cili ka folën kundër perandorisë osmane. Dhe në këtë mënyrë nuk ka pasur mundësi që të ruhet i gjithë arsenali ose të gjitha këngët të cilat janë krijuar menjëherë pas vdekjes së Skënderbeut. Sepse periudha, nëse e marrim për shembull në periudha kohore, duhet të shtojmë edhe një fakt ose edhe një element. Për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës deri në vitin 2004-2005 janë kënduar me qindra këngë. Pas vitit 2005 e kënej nuk e di a kemi një ose dy këngë. Dhe me thënë, periudha kur ka ndodhur lufta, fill mas. Në ndikimin emocional të asaj. Në ndikimin emocional. Edhe këtu duhet themi se këngët e Skënderbeut kanë njekur të njëjtën procedurë. Gjatë asaj periudhe kohore janë kënduar shumë këngë, po me kalimin e kohës dhe posaçërisht me fillimin e kalimit prej besimit të krishterë, në besimin islam këngët janë zbehur, sepse nuk janë lejuar ose ka qenë ndoshta edhe njëri ndër kushtet. Tash mund të japim hipoteza të ndryshme që të mos këndohet në për ceremoni festive, për shembull në për dasma këngë për Skënderbeun, ose të mos këndohen këngë ku sulmohet drejt për drejt i regjimi. Prandaj është pak vështirë të themi për shembull se sa janë ruajtur këto. Këto do t'i hasim kryesisht në periudhën e rilindjes kombëtare, sepse Jeronim Derada është i periudhës së rilindjes kombëtare. Dhe më thënë është themelus ose pragu fillimi i rilindjes kombëtare. Dhe këngë që i ka mbledhur për shembull Jeronim Derada janë këngët e rilindjes kombëtare. Janë këto 8 këngët që i kushton Skënderbeut pikërisht nga Derada. Sepse këtu fillon rilindja kombëtare. Dhe rilindja kombëtare i tejkalon besimet. I tejkalon kufit e besimit, qofshin ato të besimit të krishterë apo të besimit islam. Dhe këtu kemi pastaj edhe mbledhjen e folklorit. Për herë të parë pos në Itali, përkatësisht nga breshtet e Italisë, kemi për shembull edhe nga Lefnosi, i cili vjen në Kosovë për të mbledhur këngët. Lefnosi është një mbledhës i folklorit, përpos se është firmtar i shpalljes së pavarësisë, është edhe një mbledhës i mirë i folklorit dhe i boton këto këngë të cilat i mbledh në Kosovë, i boton në gazetën e tij Kopshti Letrar në Elbasan në këtë periudhë. Dhe pastaj kemi mbledhës e tjerë të folklorit të cilët marrin figurën e Skënderbeut dhe e gjejnë te ato pak këngë të cilat kanë ekzistuar. Por si qëndron figura Skënderbeut tek letërsia shkruar, tek shkrimtarët më eminent, më kryesor të letërsisë shqiptare, që nga Marin Barleti deri në ditët e vetme. Son shtrajtuar, son shkruar për Skënderbeun si romane, po ashtu trajtesa historike kuptohet që është një gjini tjetër, diçka lloj tjetër. Figura e Skënderbeut në letërsinë e shkruar është trajtuar mjaft mirë dhe për dallim nga këngët, nga mungesa e këngëve folklorike, të letërsia e shkruar e kemi më të trajtuar figurën e Skënderbeut, e thash Marin Barleti historia e Skënderbeut, Dimitër Kamarda, pastaj e kemi Frano Bardhin, e kemi 1635, pastaj e kemi edhe
Fanolin, e kemi Naim Frashën, historia Skënderbeut. Historia e Fanolit është njëra ndër historitë ndoshta më të arrira të kohës, që figurën e Skënderbeut e prezanton ndoshta në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe në aspektin letrar, edhe në aspektin historik, sepse është një trajtese e përkryer kohës, e cila dhe sot e kësaj dite i qëndron kohës. I qëndron kohës edhe me fakte historike, sepse Fanoli është një poliedrik, një studius i madh, i cili e ka njohur shumë mirë historinë e popullit shqiptar. E ka njohur dhe lën përshtypje shumë të mira, si njohës i mirë dhe në detaje për historinë e Skënderbeut. Pastaj kemi edhe studius të tjerë të cilët janë marrë për shembull me letërsinë, e kemi edhe te Kadare, e kemi te Kështjella për shembull, po e kemi edhe te studius tjerë të cilët janë marrë me letërsi, e kemi Kalorsi i Skënderbeut, një autor i cili është marrë për figurën e Skënderbeut, po kemi, domethënë, dikun mund të themi se janë dikun 5-6-10 shkrimtarë të cilët janë marrë me figurën e Skënderbeut në letërsinë e shkruar. Dhe letërsia e shkruar normalisht është mbështetur në letërsinë gojore fillimisht dhe në aspektin historik ose në faktet historike të cilat dolën në dritë. Ndonse ende nuk është terror burimi i fakteve historike dhe fakteve gojore. Mbase ekzistojnë edhe këngë folklorike për shembull të shënuara të kohës, sepse në pararkiva ende nuk kemi gjetur, ende nuk janë zbuluar të gjitha. Ka me kilometra arkiva për shembull në arkivin e Vatikanit. Një kolege imi, Mark Palnikaj, për shembull, ka botuar para 2-3 viteve, ka botuar botimin për Skënderbeut, letrat e Skënderbeut, të cilat janë botuar para pak vitesh, po mendoj. Edhe kjo nuk të thotë se nuk ka edhe botime të tjera, apo edhe ndonjë këngë të asaj periudhe që është kënduar, apo edhe nuk ka edhe autor të tjerë që kanë shkruar, sepse për Skënderbeun, deri kur është botuar libri në gjuhën shqipe, kur është përshtat, domethënë, në gjuhën shqipe historia Skënderbeut e Marin Barletit, më së shumti kanë shkruar autorë të tjerë. Edhe sot nëse e marrim figurën e Skënderbeut dhe krahasojmë me krijimet të cilat i kemi bërë ne, më tepër kanë shkruar të huajt se sa shkrimtarët ose autorët shqiptar. Pse kjo ndodh? Kjo ndodh për faktin se ne si popull kemi tendenca që të harrojmë të kaluarën tonë historike. Kemi tendenca. Llogaritet sot për shembull në faqet e historisë që mësohet në shkolla, e kemi për luftën e fundit, për shembull, luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës e kemi gjysfaqe krejt. Kurse në Gjermani, tekstet gjermane për shembull e kemi një faqe. Më tepër mësohet për luftën në Gjermani, më tepër mësohet në vende të tjera se sa mësohet në vendin e origjinës së luftës. Po flasin në tekstet shkollore. Shkollore të Gjermanisë për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po, më tepër se sa që flitet në Kosovë. Edhe kjo unë e bëna një ndërlidhje me letërsinë që është krijuar në botë, në Gjermani për shembull, në Francë, Italia posaçërisht, ka shumë autorë të cilët i kanë kushtuar. Ka qenë një general i cili ka themeluar ushtrinë, general Basta, i cili ka themeluar ushtrinë italiane dhe ushtrinë gjermane, Kalorsin, i cili ka mësuar për shembull prej tregimeve të Skënderbeut, se si ka krijuar ushtrinë. Dhe general Basta për shembull në librin e tij që është botuar tregon në periudhën, domethënë shekullin 16 ushtrinë gjermane ose Kalorsin. Dhe në një studim që kam bërë unë për Kali në kulturën shqiptare, i kam dedikue një pjesë të librit, i kam dedikue kuajt e luftës në periudhën e Skënderbeut. Skënderbeu ka pasë shumë të fuqishme Kalorsin. Kalorsin e ka pasë shumë të fuqishme dhe ushtarët kalorës, domethënë, sepse në periudhën e Skënderbeut edhe në bazë të filmit që është përgatitur, sigurisht në bazë të dhënave historike, të gjetërave historike, duhet thuhet se
është roli i madh i Kalit në luftrat të cilat janë bërë, sepse territori ku janë zhvilluar luftimet ka qenë i atill sa që vështirë për shembull të gjendet. Gjatë studimeve që kam bërë për shembull për Kalin, ka marrë në përfundim se Skënderbeu ka pas disa kuaj, por njëri domethënë nga kuajt kryesor ka qenë Redi, emri i Kalit, që ka qenë Kali Kuq, dhe ka pas një pel e cila ka qenë shumë e fuqishme. Dhe në këtë kontekst mund të them se garnizonet të ndryshme ushtarake ose forcat të ndryshme ushtarake të botës kanë mësuar pastaj për luftës së Skënderbeut. Kanë mësuar një periudhë të gjatë kohore Italia, Gjermania edhe e vendet të ndryshme të Evropës. Dhe për këtë arsye Skënderbeu quhet edhe atleti i Nga i keni marrë këto burime, profesor, sepse kur e dimë që koha shumë e gjatë nga jeta, luftrat e Skënderbeut, nga keni ardhur te ky përfundim. Nga toponimet, unë kam vizituar, gjatë kohës së studimeve kam vizituar të gjitha kalat ku janë kryer betejat e Skënderbeut. Për shembull në zonën e Dibrës, edhe kam qenë për shembull në Svetigrad, ku është kalaja e Svetigradit, edhe kam qenë në kalat të tjera ku janë bërë luftimet, kam qenë këmbë dhe kam vizituar të gjitha vendet dhe kam pa mundësin se si ka mundur të depërtoj ushtria Skënderbeut atje ose si ka mundur të qëndroj dhe cila ka qenë arsyeja e thyerjes. Dhe është specifik se të gjitha kalat të cilat kanë ekzistuar në atë periudhë, që i kanë shërbyer janë në majet maleve. Dhe poshtë kalave ka kaluar rruga e ushtarëve dhe i kanë ndihmuar edhe natyra. Dhe në këtë kontekst, pastaj janë toponimet të cilat janë ruajtur me vite të tëra, për shembull në zonën e Matit, për shembull, ku ka kaluar Skënderbeu, në zonën e Dibrës rrugët ku ka kaluar Skënderbeu, shtegu i Skënderbeut, shtegu i Atit Skënderbeut, janë toponime të ndryshme të cilat të ndihmojnë për të ardhur deri te një përfundim jo me pikë, sepse në histori edhe në gjurmime, në hulumtime, në studime nuk ka asnjëherë pikë të madhe, por që historia e popullit shqiptar në përgjithësi ka kalu përmes shpinës së Kalit. Dhe mbi shpinë është Skënderbeu, që është si kryehero. Profesor, folëm për Skënderbeu tek letërsia kremtaria gojore, tek ajo shkruar te aspekti historik të gjitha. A është nxjerrë në dritë një figurë reale e Gjergj Kastriutit Skënderbeut, sepse shohëm e dim që si shkruan letërsia. Shpesh shkruat, krijohet një personazh që dëshiron vetë autori. Po ashtu edhe te këngët popullore të kremtaria gojore shkruat atë që dëshiron. Në aspektin historik kemi shpesh herë kundërshtime mes palëve të ndryshme, por kur i mbledhim të gjitha, cila na del një figurë reale e Gjergj Kastriutit Skënderbeut. A është dalur në pa kjo edhe pse kanë kaluar me shekuj? Unë nuk jam historian me profesion, edhe si etnolog, mund të them se historia e Skënderbeut ende ka për të nxjerrë ose për të hulumtuar, ka hapësirë për të hulumtuar, sepse si që përmenda për shembull shumë arkiva të Italisë nuk janë shtërruar, nuk janë nxjerrur në dritë. Pastaj edhe ana tjetër ende edhe arkivat e Stambollit ende nuk janë hapur për periudhën e Skënderbeut. Se a ka qenë figurë qendrore, a ka qenë figurë reale, kjo nuk ka diskutim se Skënderbeu ka qenë një figurë e tillë, sepse po të mos kishte qenë Skënderbeu nuk do të kishte krijuar marrëdhënie të tilla për shembull edhe me shtetet të tjera, siç janë me Italia, Hungaria dhe frika që ja ka pas edhe në atë kohë Serbia. Pavarësisht se Serbia
e asaj kohe, pavarësisht se Serbia e asaj kohe kishte miqësi dhe qëllimi i miqësimit të Serbisë me sultanët e perandorisë osmane ishte vetëm e vetëm për të dominuar, por nuk ja doli. Pikrisht për faktin se Skënderbeu ka bërë një luftë dhe ka pas një strategji e cila strategji ka qenë që të mbrojë në radhë të parë për shembull vendin e vet. Gjithashtu, figura e Skënderbeut është figurë unifikuese e tri besimeve fetare të shqiptarët, sepse eama e Skënderbeut ka qenë ortodokse, vëllezërit e Skënderbeut disa janë ortodoks dhe disa janë katolik, kurse vetë Skënderbeu ka qenë edhe ortodoks, edhe katolik, edhe musliman. Dhe kjo është madhështia e figurës së Skënderbeut që sot edhe në letërsi, edhe në histori, është e patjetërsueshme dhe është element dhe burim për të gjithë ata të cilët duan të shkruajnë dhe të flasin për figurën e Skënderbeut. Cilat janë ato, sepse na nxite, cilat janë ato tri fetë që i përmban Skënderbeu, edhe katolik, edhe ortodoks, edhe musliman. Kur i themi Skënderbeu është katolik, kur është ortodoks dhe kur është musliman? Skënderbeu, thash me origjinë prej nanës, është ortodokse. Dhe këtu madje kapën studiusit slav duke pretenduar dhe duke mos e konsideruar besimin ortodoks si besim të shqiptarëve, po vetëm të slavë, dhe thonë se Skënderbeu është me origjinë slave. Por gabojnë se historia e popullit shqiptar thash kalon një pjesë e madhe, këthendarja e kishës të vitit 1054, një pjesë e madhe e territorit të shqiptarëve ka qenë me ortodoks. Dhe në atë periudhë është normale, për shembull, nga pollogu i Tetovës, se i gjithë pollogu ka qenë ortodoks. Dhe eama Skënderbeut është ortodokse. Dhe në këtë mënyrë edhe një vlla i Skënderbeut ishte i varrosur për shembull në kishën ortodokse. Ka trashëguar domethënë nga eama. Kurse nga Gajati është katolik. Dhe me kalimin kur merret rob, sipas historisë, sipas fakteve historike, edhe sipas këngëve popullore, Skënderbeu kur merret si fëmijë merret rob, nuk ka shkuar me studiu. Atë e marrin në robër dhe atje tregon aftësinë e tij dhe tregon zgjuarsinë e tij dhe pastaj normalisht për ta edukuar dhe për ta shkolluar për një periudhë të gjatë kohore, dikon 15 vjet edukim, shkollim, ajo është kthyer në musliman. Dhe pas kthimit të tij, përsëri kthehet në besimin katolik. Dhe për këtë them se ai i përfaqëson të tri besimet e shqiptarëve. Edhe ortodoks, edhe katolik, edhe musliman. Dhe Skënderbeu është figura madhore që e prezanton dhe e reprezenton gjithkund në botë, domethënë shqiptarin tipik, që i ka të tre besimet. Profesor, faleminderit që ndot kohën dhe opinionin për televizionin Arbëria. Faleminderit për juve. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.